kurse për Mehmet Xhafën s'po themi asgjë, se cili është ai na e zbulon bashkëbisedimi që bëm me te. Jam banor i fshatit Karbunar, falenderoj televizionin Apollon, që ky fshat s'ka parkur asnjë media. Po. S'u ka ardhur fare? Nuk na ka ardhur fare, që shikoj hallet e fshatit apo... Fshati juaj s'ka rrugë, s'ka... Fshati jonë s'ka rrugë. Ujin e pishëm... Ujin e pishëm është i papishëm, sipas analizave që janë bërë, uji del i papishëm. Ashtu, uji vjen një herë 2-3 ditë. Po. Në qoftë se do të keni një smur për ta transportuar në qytetin e Vlorës, në spitalin e Vlorës. Me shumë vështirësi për arsye të rrugës. Rruga është shumë e shkatëruar. Atëre, jeta juaj, si është përshkuar? Jeta jonë është shumë e vështirë. Unë për vete time si Mehmet, kam punuar në naftë që nga viti 64. Kam punuar në ndërmarrjen e shtëpim kërkimit. Nga viti 64 në 92. Ndërmarrja e shtëpim kërkimit u prish. Neve na thanë do të kaloni me ndërmarrjen e naftë nxjerrësit në Gorisht, sektorin Gorisht. Për hir të çështjes partijake mua nuk më morën punë. Të lam pa punë? Më lam pa punë, deri më sot e kësaj dite. U ka marrë rrugë të emigrimit. Mora rrugë të emigrimit, punova 2-3 vjet, edhe mosha, duke u rënduar dhe mosha, nuk vajta. Sot jetoj në kushte shumë të varfëra. Ekonomike. Ju keni një vajzë këtu dhe nuk e keni çuar në shkollë. Nuk e kam çuar në shkollë për arsye ekonomike, se nuk e ndihmoj dot. Nuk e paguaj dot. As shkollën, as bursin, as... Shkam, jam me të ardhurat të pakta. Quhem Burbuqe Xhafa, e shoqja e Mehmet Xhafës. Banojmë këtu në Karbunar. Kam lindur 4 vajza, i rrita të 4-ta për bukuri. Shumë të mira, shumë të shkëlqyera. 2 të mëdhave u dha shkollën Selenit, 7 kilometra larg. Bën 2 vjet u prish sistemi, ngelën pa shkollë. I rrita, i fijova, i martova. Kushtet e tona janë shumë të dobta ekonomike, pa rrogë, pa djalë, pa kurbet. Keqe mos më keq. Kam vajzën e vogël, 14 vjeçe, Gladiola Xhafa, mbaroi klasën e 8, na u ofruoi një bursë pedagogjike në Vlorë. Për kushtet e vështira ekonomike familjare, po qanë ditë për ditë me lotë se nuk kam të paguaj pugonin të vej në Vlorë apo konviktin. Dhe çfarë të them, kjo është historie familjes